Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sa hadithe ka thënë: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr. O Zot, unë kërkoj prej Teje të më mbrosh dhe të më ruash nga dënimi në varr. Ka soçi të mërshëm. Uthmani radiallahu anhu çante i rrjedhnin lotët sa herë përmendej dënimin në varr. Dhe pyetën, pse ka shumë shqetësohesh për varrin e nuk shqetësohesh kështu për xhenemin? Nuk të kemi pa duke u shqetësuar për diçka tjetër, sikur shqetësohesh kur përmendet varri. Ka thënë Uthmani radiallahu anhu, e si mos të shqetësohem për në stacion i cili do të më tregon se ka do t'ja mbaj më tutje. Prandaj ne kam mësuar për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të kërkojmë vazhdimisht mbrojtje, të kërkojmë vazhdimisht strehim tek Allahu i manduar nga dënimi i varrit, nga sprova në varr, nga kjo pyetje e vështirë që nuk është lehtë të jepet përgjigje. Ne duhet të mësojmë këto tri pyetje, si të përgjigjemi, si ta organizojmë jetën tonë në kuadër të këtyre tri pyetjeve, që kur të bim në varr të japim përgjigje me lehtësi. Gjitha këto janë të vërteta. Nga se kështu na ka lemruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjitha këto janë të vërteta. Nuk duhet ne të themi, "Audhu billahi Allahu na ruaj", me thonë, "Po hajde se kush arpi atjet, ai çysh zgjonohet vorri." Nuk duhet në këtë rast ta përdorim logjikën tonë të mangët, që shumë gjëra si kupton, ta përdorim atë për t'ia kontestuar lajmet që me to erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nga sa Allahu thot për të: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ajo që flet ky dërguar nuk është hamendje, nuk është epsh, por është shpallje që i shpallet. Kush e ka mësuar për këto ngjarje, për këto ndodhi në varr që do ndodhin? Kush e ka mësuar? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ka mësuar Allahu xhallahu ala, i gjithdijshëm.